Presidenti i vendit Hashim Thaçi ka mirëpritur deklaratën e samitit të NATO-s në Varshavë, në të cilën theksohet se rajoni mbetet me rëndësi strategjike për aleancën. Përmes kësaj, presidenti Thaçi ka rishprirë përkushtimin për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Vlerësimi që na bëhet nga NATO është mirënjohje për neve dhe na bën të përkushtohemi edhe më shumë për të themeluar forcat e armatosura të Kosovës, të trajnuara dhe të përgatitura sipas kritereve të NATO-s. Forcat e armatosura të Kosovës do të jenë multietnike me përfaqësim të duhur etnik e gjinor në shërbim të sigurisë për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe të rajonit. Themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, kryeministri i vendit Isa Mustafa po e lidh me mos ratifikimin e marrëveshjes për përcaktimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Sipas tij, çështja e demarkacionit po rrezikon jo vetëm lëvizjen pa viza, por edhe proceset që lidhen me transformimin e FSK-s në forcat e armatosura, me sovranitetin dhe me anëtarësimin e Kosovës në NATO dhe në BE. Çështja e demarkacionit ka shumë rëndësi edhe për çështjen e sovranitetit të shtetit të Kosovës. Ne, përmes caktimit të kufive shtetëror me Malin e Zi, do të përkufizojmë sovranitetin e Kosovës me një vend i cili shumë shpejt do të jetë edhe formalisht pjesë e NATO-s, që është Mali i Zi. Ne jemi të përcaktuar që edhe Kosova të bëhet anëtare e NATO-s, dhe ky proces i demarkacionit do të kishte impakt edhe në transformimin e FSK-s në forcë të armatosur të Kosovës. Kryeministri Mustafa ka deklaruar për gazetën Zëri se nuk mund të presin për krajen e SBA-s dhe as të NATO-s që themeloj mushtrinë kur kemi probleme të kufirit me një shtet fshin anëtar të NATO-s. Glauku Njufca, shef i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje për Tribuna Channel, ka deklaruar se faku ka dështuar në Kosovë në bazë të kushtëzimeve që ka pasur lista serbe. Pa votën e serbëve në kuvend të Kosovës, e ata e kanë të drejtën e vetos, domethënë me kushzu me 10 votat e tyre të pakicave, nuk do të mund të krijohet ushtria e Kosovës. Krejt kjo sipas Konjuftës është rysnim mbi popullin e Kosovës për të pranuar ratifikimin e marrëveshjes, e që sipas tij krejt kjo është e papranueshme sepse dhënia e territorit është akt i pafalshëm i shtetit.